Ju përshëndesi gjithve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku në vim për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Nëse zgjedhjet mbahen sot, Partia Socialiste fiton mbi 50% të votave dhe siguron mandatin e 4, ndërsa Aleanca e Partisë Demokratike merr 7% më pak se PD plus LSI në vitin 2021. Sondazhi i parë parazgjedhor i Anxherit Çerke dhe ABC News tregon se 52% e shqiptarëve kanë opinion pozitiv për Edi Ramën dhe 35% për Sali Berishën, por 64% e të anketuarve duan kryesocialistin si kryeministër. Tema si korrupsioni, krimi dalin në shifra të ulta dhe shqetësimi kryesor i shqiptarëve, duket se është ekonomia, pagat dhe pensionet. Sondazhi i parë, i thënës parë, sondazhi i parë i ABC News në bashkëpunim me kompaninë prestigjioze italiane të sondimit Anxhiri Çerke nxjerrin Partinë Socialiste si fituese të zgjedhjeve të 11 majit me mbi 50% të votave, duke siguruar mandatin e 4. Kurse Partia Demokratike me Aleancën për Shqipërinë Madhështore pëson një rënje të ndjeshme krahasuar me 4 vite më parë. Sondazhi nxjerr një përqindje votash për Partinë Demokratike nga 37% maksimumi deri në 33% minimumi. Tkurja e votave rezulton dhe në Aleancën me Partinë e Lirisë, elektorati së cilës rezulton të jetë zhdukur. Kjo aleancë merr të paktën 7 deri në 12% vota më pak se Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim bashkë në vitin 2021, kur hyn ndarazi në zgjedhje dhe morën veç nga 39 dhe 6% të votave. Këto vota shkojnë për partitë e reja, të cilat pritet të jenë më lartë se në vitin 2021. Sondazhi tregon se 52% e shqiptarëve kanë një opinion pozitiv për Edi Ramën si lider politik dhe vetëm 35% për Sali Berishën. 64% e të anketuarve zgjedhin Edi Ramën si kryeministër të ardhshëm, ndërsa po 35% Sali Berishën. Më të pëlqyer se ky i fundit janë dy të djathtë e rinj, Adriatik Lapaj dhe Agron Shehaj, ndërsa Ilir Meta rezulton më i urryeri. Sipas sondazhit të Anxhiri Çerke, shumica e shqiptarëve të pyetur në masën 52% mendojnë pozitivisht për jetën në Shqipëri, por humori i tyre luatet nga ekonomia, papunësia, pagat dhe pensionet, kurse korrupsioni, varfëria, siguria dhe situata me krimin rezultojnë më pak shqetësuese sipas të anketuarve. Të dyzuar rezultojnë në këtë sondazh shqiptarët kur pyetja shtrohet se në cilin drejtim po shkon Shqipëria, apo kur pyeten për të ardhmen ekonomike. Ky sondazh i parë i ABC News në bashkëpunim me Anxhiri Çerke përfshiu mbi 6.000 qytetarë shqiptar të anketuar në të gjithë Shqipërinë, nga të cilët 2.000 u përgjigjen plotësisht pyetjeve. I ftuar në një lidhje live në emisionin Real Story ishte edhe bashkautori i sondazhit, profesori italian Fabio Bicari, i cili sqaroi se marzhi i gabimit këtij sondazhi është nga 2 deri në 5%. Ai doli në konkluzionin se shqiptarët po mendojnë si votues europian. Ky ishte sondazhi i parë parazgjedhor në ABC News, në pritje të dy të tjerëve, nga e hëna vetëm në Real Story. Ne do të ndalemi tani më gjërësisht me të dhënat që kemi lidhur me këtë sondazh të parë. Për të kuptuar më shumë do të jem në këto momente drejt për drejt me zotin Arben Meçe. Ju përshëndes zoti Meçe, faleminderit që jeni me ne. Pa unë përkohë dua që të nisim me të dhënat kryesore të sondazhit publikuar mbrëmjen e dieshme në ABC News. Lajmi kryesor, dhëna kryesore, gjendja kryesore lidhet me faktin se nëse zgjedhjet mbahen sot, Partia Socialiste arrin të marrë më shumë se 50% të votave, duke siguruar mandatin e 4. Si e lexoni ju një të dhënë të tillë? Çfarë lexosh po është edhe materiale. Në shete për të diskutuar se lexoj, sepse rezultatet janë të tilla ato që në qoftë se do shohësh edhe rreth 4 sondazhe të tjera të cilat janë bërë publike në një dinamikë gati një mujore, të gjitha gati janë sinkron me njëra tjetrën dhe japin pak a shumë të njëjtat rezultate. Me plus minuse, por pak a shumë. Në qoftë se ky sondazh nxjerr me 51% Partinë Socialiste vetë formula e zgjedhjeve, sepse partitë e vogla të cilat nuk ka përgjim në pragun votat e tyre kanë të partitë e mëdha, e nxjerr absolutisht Partinë Socialiste si një parti e cila e vetme do të drejtojë përsëri në këtë situatë re Shqipërinë. Kjo është e lexueshme tani, nuk ka gjëra që janë diskutueshme për të vërtetës. Ka një diferencë të madhe sa nuk po lëvizet me 2%, 3%, lëvizet me 13-14%. Në qoftë se do mendimin tim, në qoftë se ky sondazh është tashmë, do shihni që sondazhet e tjera do të kenë dinamikë
me rënje të ndjeshme të Partisë Demokratike dhe ngritje të Partisë Socialiste, prapë. Sepse Partia Demokratike kulmin e vetë dhe pritshmërinë e vetë e pati në fillimin e fushatës, ku njerëzit kishin një farë pritshmërie për të parë terren që do të Partia Demokratike, dhe se është logjika e gjës, gjithmonë në fushatë elektorale, partitë opozitare janë ato të cilët i japin jetë e gjallërojnë fushatën. Ndërkohë ajo që lexojmë tani është që kjo është fushata me vakt deri organizuar deri më sot dhe në ngritje praktikisht në aktivitet është Rama dhe Partia Socialiste. Është shumë dinamike aktiviteti i Partisë Socialiste. Po, edhe për ta sjellë në fakt në vëmendje edhe gjetjen që ka sondazhi, flet për një rënje në 7% të aleancës së Partisë Demokratike dhe kjo është e krahasuar edhe me një moment tjetër politik që lidhet me bashkëpunimin që ka patur Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim me të tjerë lider dhe kryetar në atë kohë në zgjedhjet e 2021-shit. Pra që do të thotë një rezultat shumë i dobët apo jo? Natyrisht është shumë i dobët, sepse pas 3 vjet qeverisje me gjithë ato problematika që do të testojmë dhe do të nxjerrim përpara të gjithë qetësimet që ka qytetari. Shumë nga ato qetësime po ta shikosh nuk janë sinkron fare me platformën e Partisë Demokratike, po gjithsesi nuk duhet të trajtoj Partinë Demokratike në këtë moment, por ka një vërtetë të madhe. Shiko, nuk është se po dalim tani për të parë në media. Kemi një vit e gjysmë që po trajtojmë këtë situatë dhe janë pritshmëri të cilat ne kemi një vit e gjysmë që po i bëjmë evidente. Tashmë këto po materializohen, tashmë këto po kthehen në numra, tashmë po të bëhen më të lezetshme, por si fenomen ne kemi trajtuar. Dhe një gjë që nuk e di sa e keni trajtuar, por që tregon mjaft qartë, lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është me rënje jashtëzakonisht të madhe dhe ka një fenomen që është thelbi gjës, ku përgjithshmëria e Berishës është shumë më e vogël se sa përgjithshmëria e Partisë Demokratike dhe e Frontit. Pra, një lider si Berisha, thoni ju, e dëmton edhe më shumë si forcë politike. Pra, tani Berisha është kthyer forca më regresive në parti, sepse që unë mbas gjithë situate ku ka pak probleme qeverisja, të shoh që populli opozitar shkon te 33%, pra 1/3, që do të thotë janë zgjedhje plebiscitare, do të thotë një sukses i jashtëzakonshëm i qeverisjes, që nuk është kjo realiteti, por qeveria, po ta shikosh, është në terma reale, jo në përqindjet që shihni këtu ju, sepse këto përqindje përfshin gjithë partitë, por në terma reale, konvertimi i një pjesë të konsiderueshme të votave drejt partive të mëdha e shpije Partinë Socialiste në zgjedhjet plebiscitare, pra përsërim me 2/3. Dhe të pretendosh mbas 3 vjetësh qeverisje me problematik, me sukses apo me problematik, që Partia Socialiste të dalë përsëri plebiscitare, do thotë që dëmi që i ka sjellë Sali Berisha dhe Ilir Meta të dy së bashku koalicionit ose opozitës shqiptare është i pallogaritshëm. E kuptova. Nëse ndalemi tek sfida edhe tek betejë kryesore që lidhet në fakt me dy liderët, me Edi Ramën dhe me Sali Berishën, duke patur parasysh se pas shumë vitesh rikthehet një sfidë e tillë. Unë dua në fakt që të ndalemi në terma konkret, 35% shprehin pëlqyeshmëri dhe opinion pozitiv për Sali Berishën dhe 52% për Edi Ramën, që lidhet në fakt edhe me atë që ne diskutuam së bashku për një diferencë shumë të madhe sa i takon opinionit pozitiv edhe dëmtimit që dhe ju parashtruat se ndoshta Berisha po i bën Partisë Demokratike. Pra, do të theksojmë, këto zgjedhje në mënyrë si po zhvillohen, praktikisht janë zgjedhje, janë imazh i liderëve, pra besueshmëria tek lideri, jo te rezultati i qeverisjes apo rezultati i punës në opozitë. Është shumë e rëndësishme të theksojmë dhe po ta analizosh me qetësi situatën, shef që përqindja e Partisë Demokratike dhe koalicionit afrohet absolutisht tek Berisha dhe përqindja e Partisë Socialiste afrohet tek Rama. Ka një ndryshim thelbësor. Në qoftë se Rama është mbi partinë, që do të thotë ai po e tërheq partinë, dhe në këto kushte do të thonë që është një lider i padiskutueshëm tashmë, le të them çfarë duhet në pikë politike, Berisha po e tërheq mbrapsht Partinë Demokratike, duke parashikuar pa kushte domosdoshmërinë e një ndryshimi radikal
të vënuar tashmë në Partinë Demokratike pas këtyre zgjedhjeve. Dhe ajo që ne duhet lexojmë tani nuk është më përfundimisht rezultati, sepse thash, në qoftë se media juaj ka bërë një test, një sondazh, janë rreth 4 media të tjera, të cilët e kanë bërë sondazhin dhe rezultatet janë 13-14 pikë Partia Socialiste me Partinë Demokratike dhe i njëjti marsh pastaj shkon edhe në pëlqyeshmërinë ndaj liderit. Pra, edhe në ato sondazhe të tjera, Rama është 55-60%, Berisha është 30-35%. Kështu që për sa i përket rezultateve, do të thënë tashmë ne treshim surprizën, do kaloj 2/3 apo nuk do kaloj 2/3, pra do të jetë realisht plebiscitare, apo do jemi afër plebiscitare. Ndërsa për fitore nuk mendoj se debatohet më tashmë, jo vetëm sondazhet, por duhet të thënë edhe një gjë që edhe realiteti i lexueshëm tash në fushat elektorale na tregon qartë pak a shumë panoramën fizike të zhvillimit të ngjarjes dhe pritshmërinë edhe pas sondazhe të këtyre ngjarjeve. Edhe në fakt për këtë doja t'ju merrja një koment fundit me që, se takon e jemi në po themi në mes të javës së dytë të fushatës elektorale, thuaj se në gjysmë të rrugës. Si keni lexuar ju zhvillimet deri më tani dhe çfarë prisni deri në përfundim, deri në datë 11 maj kur qytetarët do t'japin preferencën e tyre politike përmes votës? Atëherë, thash, në momentet e para është logjike gjës dhe kështu ka ndodhur në 30 vjet që ne jemi marrë fushata, opozita ka një startim të fuqishëm, sepse është në pritshmërinë për të ndryshuar pushtetin, çka do të thotë prodhon si rregull një ambient entuziast, prodhon emocione, prodhon atë trillin e gjës. Dhe kjo ka qenë momenti i parë i Partisë Demokratike kur ai hodhi në terren gjithë bateritë e tij nga civitaje, sa ishin me radhë prishmërinë nga Amerika, pastaj prishmërinë e një organizimi të madhështor që do t'i bëj, pastaj doli me tezën e madhështisë. Dhe gjitha këto duhet ta shpinin pa kushte Partinë Demokratike në fillesat e veta në 40-45% dhe pastaj nëse ky shtat do të ruaj, do vinte normal në 50% një pritshmëri e një zhvillimi të suksesshëm të opozitës. Çfarë ndodhi? Opozita nuk e kaloi as edhe një herë 35% dhe tashmë dinamika e aktivitetit saj është jo në venditje, por pritshmëria ime është që 35% që e shifin tani ju do ketë akoma të vërënja, sepse do ketë, do të thënë, shenjat e zhgënjimit absolutisht të popullit opozitar, nga Sali Berishës dhe këtij koalicioni me Ilir Metën janë absolutisht lezetshme dhe edhe të dukshme në aktivitetet që bëjnë ata. Ju i shifni që aktivitetet që bën Berisha janë shumë të vakta. Nuk është më ky Berish që që në periudhë edhe kur ishte në humbje, përsëri mblidhte masa. Tashmë, fal gabimeve të jashtëzakonshme që po bën në artikulim, fal tezës absolutisht të papranueshme, fal pastaj atë marrëzinë e madhështisë, pra ajo madhështoria e cila nga qesharake u kthye bumerang për ta. Të gjitha këto na sjellin atë që prishmëria ime në gjykimin tim është që në sondazhin e mëtejshëm që do të bëni, Partia Demokratike do të ketë rënje dhe nuk po shoh Partinë Socialiste do ngrihet apo jo, por po shoh Partinë Demokratike në rënje, çka do të thotë që diferenca midis tyre do thellohet akoma më tej. Çka do të thotë pastaj që në rezultati përfundimtar unë mendoj që do jemi në rezultate plebiscitare. Dhe ne do të kemi mundësi patjetër që ta komentojmë dhe në vim. Unë ju falenderoj shumë zoti Meçe për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit për kohën. Faleminderit ju. Ne ndalemi tani me një shkoputje, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me një zhvillim të minutës së fundit. Apeli posaçëm ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për 2 personat e arrestuar, cilët akuzohen për ndërhyrje në emailët e prokurorisë posaçme. Detajet nga seanca e gjyqësore i përcjell në këtë moment Ermal Fia. Ermal, të përshëndes, çfarë ndodhi në këtë seancë gjyqësore? E pandryshuar ngelim masa arrestit në burg ditën e sotme nga gjykata apelit të posaçëm për Zambak Gjoni dhe Arnold Rokajn, të dy të arrestuar në fillim të muajit mars për akuzën e ndërhyrjes së pa autorizuar, si dhe grup i strukturuar kriminal. Të dy
këta persona në fakt u ndaluan me urdhër të prokurisë së posaçme, pasi kanë ndërhyrë në disa emaile të prokurorëve të posaçëm duke përftuar prej atje materiale sekreta apo dhe hetimore të cilat më pas janë shpërndarë në persona të tjerë. Ndërsa ditën e sotme ata i kërkuan gjykatës së apelit të posaçëm gjyqtarit Dimitër Lara të ndryshonte masën e sigurisë, ka qenë pikërisht Zan Bakgjoni, një nga të arrestuar që ka pretenduar se ai nuk ka lidhje me atë se çfarë ka ndodhur dhe nuk është ai personi që ka kryer ndërhyrjen, por nga ana tjetër gjykata e posaçme, edhe pse u troq për disa orë në dhomë këshillimi, në fund vendosi të lërë të pandryshuar masën e sigurisë, duke i lënë ata në burg deri në përfundim të hetimeve. Kujtojmë në fakt që prokuria e posaçme nga hetimet ka rezultuar se të dy këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë ndërhyrë të paktën 3 emaile të prokurorëve të posaçëm, duke marrë aty materiale hetimore apo dhe shkresa sekrete të cilat janë marrë nëpërmjet hakerimit të kompjuterëve të këtyre prokurorëve, e gjithashtu prokuroria pretendoi se këta persona kanë tentuar të kryejnë ndërhyrje edhe në emailin e drejtuesit të prokurisë së posaçme Altin Dumani, por pa bërë të mundur, po themi, marrjen e materialeve prej andej. Nga ana tjetër, dyshimet e prokurisë janë se këta persona të kenë vepruar si grup i strukturuar kriminal, duke e shpërndarë këto materiale në persona të tjerë. Gjithashtu, gjatë fazës së hetimit ka rezultuar se një pjesë e materialeve është shpërndarë në persona të tjerë, duke bërë të mundur, po themi, gjetjen e këtyre materialeve përmes celularëve të personave të ndaluar, por edhe pse janë marrë në pyetje disa persona, deri më tani të vetmit ndaluar janë Zan Bakgjoni dhe Arnold Rokaj, të cilët akuzohen për grup të strukturuar kriminal dhe ndërhyrje të paautorizuar kompjuterike. E kuptova, Ermal. Do të ndalemi së bashku edhe në një tjetër seancë gjyqësore që është mbajtur ditën e sotme, konkretisht gjyqi për shpërthimin në Gërdec. Çfarë ka ndodhur në këtë seancë? Ka patur një deklaratë nga ish-ministri i mbrojtjes i kohës. Në fakt, seancën e sotme, ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu është duke vijuar, po themi, kthimin e përgjigjeve të grupit të ekspertëve të cilët kanë përcaktuar dhe akte ekspertimin ushtarak në lidhje me dëmet e shkaktuara sa i takon ngritjes së fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, ku Mediu sërish vijon, po themi, të këmbgul se nuk ka qenë përgjegjësia e ministrit, por ka qenë përgjegjësia, le themi, e shtabit të përgjithshëm apo dhe kompanisë e cila bëri të mundur demontimin e armëve në Gërdec dhe jo pikërisht urdhri i ministrit i dhënë prej tij. Nga ana tjetër, pas përfundimit e themi të seancës së sotme, seanca u shtypur në datën 7 qershor, ku sërish do të jetë zoti Mediu që do të bëjë sërish prapësimet kjo sa i takon gjetjes së ekspertëve të, po themi, të akte ekspertimit tekniko ushtarak. Nga ana tjetër, Mediu në përfundim të procesit nuk ka preferuar të jap deklaratë për mediat, por është mjaftuar vetëm me seancën e sotme ku ai ka bërë prapësimet në procesin gjyqësor. Faleminderit Ermal Via për raportimin. Krye socialisti Edi Rama thotë se më 11 maj socialistët do të marrin fitoren më të madhe, ndërsa kundërshtarët mesazhin e qartë se nuk din as të drejtojnë dhe as të bëjnë opozit. Rama ju përgjigj pyetjeve dhe komentuesve në rrjet, duke thënë se ai shkon në Shtetet e Bashkuara sa herë që ka punë, por pyeti me ironi nëse i është hequr non grata Sali Berishës. Kryeministri tha se nuk do të ketë asnjë debat elektoral me Berishën. Bashkëbisedimin e kësaj të martë me qytetarët në rrjetet sociale, Edi Rama e zhvilloi nga Gjirokastra, e cila është dhe ndalesa e tij e radhës në turin e takimeve elektorale. Krye socialisti tha se në 11 maj, qytetarët do t'i besojnë sërish drejtimin e vendit, ndërsa kundërshtarët politik do të marrin një mesazh të qartë. Këta nuk din bëjnë opozit, këta din vetëm të vetë shkatrohen dhe në vetë shkatrimin sipër të pengojnë sa të mundën Shqipërinë, të nxjinë jetën sa të mundën njerëzve. Këtë ditë bëjnë këta. Dhe prandaj në zgjedhjet e 11 maj do marrin rezultatin më të keq që nga 97 këtej. Rama u ndal dhe tek vizitat e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa një koment e kishte edhe për non gratën e Sali Berishës. Vizitën e fundit në USA kur kam pas punë, shkoj në USA. Çfarë problemi keti tani? Si e keti hallin? Ty të kam thënë që nuk shkoj dot në USA. Kush ta ka thënë? Non grata ta ka thënë. Po me që ma përmendni këtë ore, u hoqja non grata, se nuk e kam marrë vesh këtë informacion. U hoqja ajo? Në mënyrë kategorike refuzon debat me Sali Berishën. Me këtë bëj debat për lumat. Me bufin e knetës bëj debat, pa jenë vetë as jenë vetë.
A je në metro si në aq më tepër në kushtet kur Bufi Knedës është edhe në rrëshqitje e sipër. Çfarë debatit bëj? Bëj debat. Një koment Rama e kishte edhe për kritikët lidhur me deklaratat e tij për burrat. Flas në sensin metaforik. Gjysma e burrave janë çyryk, sepse unë mendoj që të shkosh mbas Kenedës je gjysmak. Dhe gjysma tjetër janë okay. Kjo është një ndarje që unë e bëj sepse e besoj këtë gjë që është të jesh gjysmak, të jesh çyryk që të mendosh akoma që me bufin e Kenedës Shqipëria mund të ketë arme, mund të ketë qeverisje më të mirë etj. Pensionistët do të vjojnë të marrin 2 bonuse në vit, ndërsa synimi mbetet që pensioni minimal të arrijë në 200 euro dhe ai maksimal në 400 euro. Kreu i qeverisë në një takim me pensionistët në Gjirokastër tha se reformimi i skemës së pensioneve është kusht për integrimin në Bashkimin Evropian, ndërsa nuk kurseu akuzat për demokratët dhe dëmin që i shkaktuan sigurimeve shoqërore. Reformimi i skemës së pensioneve është një kusht për integrimin në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Socialiste në një takim me pensionistët në Gjirokastër premtoi se pensioni minimal do të bëhet 200 euro dhe ai maksimali 400 euro, ndërsa aktualisht në skemën e pensioneve janë shtuar mbi 300.000 kontribues. Kryesocialisti premtoi se do të vijojë dhënia e 2 bonuseve brenda një viti. Rreth 300.000 kontributor të tjerë, pra sot nuk luhet me sigurinë shoqërore siç luhej dikur që as nuk i kërkonte njeri, pavarësisht se ke punuar, s'ke punuar, ke bërë ç'ke bërë, pensioni minimal të jetë 200 euro dhe të arrijmë që për të siguruarit të kemi një pension mesatar 400 euro. Njohja e pensioneve me Italinë pritet që të nisë zbatimi në qershor, ndërsa vijojnë negociatat me Greqinë. Ndërkohë me Greqinë është negociata më e vështirë, sepse është dhe numër i madh. Ne kemi bërë shumë njohje pensionesh me vende të tjera, por ka qenë relativisht jo shumë e vështirë, sepse numrat nuk janë aq të mëdhenj. Ndërkohë që njohja e pensioneve me Italinë dhe me Greqinë janë dy më të mëdha. Kreu i socialistëve kritikoi demokratët, të cilët sipas tij e lanë skemën e sigurimeve shoqërore të zhytur në borxhe. Çfarë ndodhte përpara reformës? Se kjo është katastrofa që është në bazën e gjithë kësaj historie, edhe që e kanë bërë ata të cilët sot ju qajnë hallin pensionistëve, e kupton apo jo, se kjo është kulmi. Përpara reformës ndodhen 2 gjëra të rënda. E para, ju e dini më mirë nga të gjithë, u shkatrua gjithë baza prodhuese e vendit, u nxorën të tërë në rrugë, edhe 40 vjeç u quajtën pensionistë. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se për pensionistët do të rritet mosha për çeka falas, pasi kjo ka treguar që është shumë i vlefshëm për parandalimin e sëmundjeve, duke ju dhënë njerëzve më shumë informacion për gjendjen shëndetësore. Por Sali Berisha tha në Puk se vetmja opozitë është Partia Demokratike. Kryedemokrati kishte në fokus sulmin ndaj partive të reja që, siç tha ai, rrahin gjoksin si opozitar të opozitës. Sali Berisha u shfaq pa xhaket në fillimin e javës së dytë të fushatës. Kryedemokrati doli vetëm me këmish të bardhë, duke risjell imazhin e opozitës së tij të madhe dhe të bashkuar në vitin 2005. Por sot opozita e tij, megjithse ndukje e bashkuar, në shifra është më e vogël se kur. Ndaj mesazhi i tij ishte i qartë, e vetmja opozitë është Partia Demokratike. As një vot për partit, ata që rrahin gjoksat e opozitës së opozitës. Kam dalë mbi veten, kam dalë për interesat tuaja, kam dalë në emër tuaj, i kam ftuar se cilin, të vinë bashkohemi. Jo, tha, se ne jemi opozitës. Sali Berisha dhe Edi Rama bashkojnë në një pikë. Të dy nuk i kanë qejf partitë e reja, por nëse kryesocialisti kërkon shumicën absolute, doktori ka hallin se këto parti i rrezikojnë një humbje madhështore. Janë patërinë se Edi Ramës. As një vot për to, të gjitha votat, koalicionit për Shqipërinë madhështore. Në kompensim, Berisha tentoi të shtonte diversionin mes 2 partive të majta, Parti Socialiste dhe Parti Social-Demokrate.
A e pat se qa ndodhin Lezhë. 2 deputet të Doshit u tërhoqen. I tërhoqi Rama, i tërhoqi Uluziu, e thirri Doshin në SPAK, tërhiqi ose po vazhdoj, Doshi urdhër atyre për të tërheqë. Banorët e Bupqit në Fushkruaj kujtojnë me emocion vizitën e Papës në fshatin e tyre në vitin 2014, kur ati shenjtë erdhi në Shqipëri. Ata janë të privilegjuar që Papa Francesku i përshëndeti dhe i vizitoi, teksa pathe nga afër një strehimore për fëmijë të braktisur të mbështetur nga misionarët katolik. Banorët e fshatit, me shumicë të besimit musliman, tregojnë për pritjen që i bën Papës dhe thonë se bashkëtesa fetare është një ndër vlerat më të mira që kemi. Banorët e Bupqit, përshëndetja e Papa Franceskut rreth 11 vjet më parë i emocionon edhe kur e kujtojnë sot. Shumë prej tyre janë musliman, por besimi nuk i pengoi të dilnin për ta pritur gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Privilegj shumë i madh që të vizitoj vendin tonë, fshatin tonë. Jeshtë si nuk na dhanë emocionat. Dolëm ke porta me gjithë fëmijët duke e pritur, duke e përshëndetur. Kam përshëndet me dorë me fjalë. Ne më shumë mirë se kam qenë sapo ta hyn shpitëre. Dita më e bukur ka qenë ajo që erdhi drita dhe na erdhi rruga të të ndalë gjithë si familje kretë, edhe plejtë e mi që i kam atje kanë kretë duke e përshëndetur. Ky fshat rreth 40 km larg Tiranës ishte ndalesa e fundit e Atit të Shenjtë, para se të largohej nga vendi ynë, kur e vizitoi shtatorin e vitit 2014. I madhe i vogël edhe nga fshatra përreth, tregojnë banorët e zonës ishin rreshtuar në anë të rrugës ku do të kalonte makina e tij, vetëm për një përshëndetje. Na ka përshëndet gjithëve. Kam pasar kërë zonë e Bupqit, e Budla, që Fushkruja, krejt këtu kam pasart. Ta më ka kemi tingë. Kemi shkuar të Betania, e kemi pa afër, edhe u përgëzon shumë. Lajmi i largimit të Atit të Shenjtë nga jeta toksore i trishton, si për të treguar bashkëtesën fetare mes shqiptarësh, vlerësuar dhe nga Papa Francesku në atë kohë, ngushëllimet i shprehin si ado feja e tyre. Një Zot kemi, Zoti e qohë në parajs. Ati neve muslimanët i themi shko shpirtin në xhenet. Papa zgjodhi të vizitoj Bupqin pasi këtu ndodhet qendra Betania. Fal misionarëve katolik italian, rreth 70 fëmijë jetim të braktisura me probleme sociale, në atë kohë kishin streh. Qendra këtë të hënë i ka dyert e mbyllura. Banorët e saj janë larguar në mëngjes herët drejt një qyteti tjetër, një ritual që e kryen për herë pas Pashkësh. Ora Davidi, drejtuesi i famullisë së Bilajt, një fshat pranë, që drejton dhe meshat në këtë qendër, thotë se porosia e Atit të Shenjtë përcillet çdo ditë. Lejoj fëmijët për të vinë tek Zoti, për të gjej vendin e vet, për të gjej dashurinë e Zotit. 42 vjeçari nga Polonia shërben në Shqipëri prej 15 vitesh. Kur Papa Francesku vizitoi Tiranën, shërbente në malësi të madhe dhe ishte një prej priftërinjve që takoi me të. Kemi marrë pjesë në Meshën e Shenjtë, në sheshi në Tereza, kurse pastaj kemi taku me Papën edhe te katedralja. Ishte ndonjë momenti shumë i thellë, ishte momenti shumë i bukur se herën e parë në jetën time kam qenë mundësi për të takoj me përfaqësuesi, me zëvendësuesi Shën Pjetrit në botë. Rreth 11 vjet pas asaj vizite, tashmë që drejton një famulli, pjesë të cilës janë 6 fshatra, me rreth 1500 besimtar katolik, dhe qendra ku Papa Francesku la porosi, a Davidi mban mend një mesazh të tij. Të jetë bariu i mirë, për të jetë mbarin për njerëzit që kemi në kujdes, për të jetë së më afër këta njerëzit. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, zhvillimet e fundit përditësuara minut pas minuta nga vendi, rajoni dhe bota, e mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë. abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, mirupafshim.